Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo përzierje do i jap shtëpisë një aromë shumë të mirë sa të gjithë do ju kenë në zili. Të gjithë duam që shtëpia jonë të jetë e këndshme dhe e pastër. Pasi kjo është një tregues i higjienës së mirë në shtëpi dhe kjo do të thotë shumë në aspektin e shëndetit optimal. Nëse nuk mbajmë higjienën e duhur në shtëpi, bakteret, mikrobe dhe toksinat fillojnë të grumbullohen gjithandej dhe në këtë mënyrë rrisin e rrezikun e kontraktimit të disa sëmundjeve infektive. Pastrimi i shtëpisë dhe mbajtja e saj në gjendje të mirë në çdo kohë nuk është një detyrë e lehtë. Nëse keni fëmijë të vegjël, kjo punë bëhet edhe më të vështirë. Fëmijët janë fëmijë dhe kanë tendencën për të bërë rrëmuj kudo që rrinë apo luajnë dhe ju do të përfundoni duke mbledhur lodrat e tyre dhe duke pastruar deri në fund të ditës. Pastrimi zakonisht kërkon përdorimin e shumë produkteve të cilat shpesh lënë shtëpinë tënde uhatur të freskët dhe të bukur për orë të tëra. Megjithatë, ata mund të eliminojnë bakteret dhe mikrobet dhe lënë një erë të mahnitshme, por nuk mundemi të mohojmë dëmin që këto produkte i bëjnë organizmit. Duke marrë parasysh të gjitha kimikatet dhe toksinat që përmbajmë, kjo është gjithashtu edhe arsyeja pse gjithmonë është mirë që ju të pastroni shtëpinë me përbërës natyral dhe me ujë, pasi nuk janë një rrezik për shëndetin dhe do të eliminojnë pluhurin dhe bakteret shumë herë më lehtë. Por si ta bëjmë shtëpinë me aromë të mirë dhe pa përdorur aromat artificiale? Në këtë video ne do t'ju tregojmë se si ju të përgatisni një përzierje e cila do ta bëjë shtëpinë tuaj me erë të mahnitshme pa e dëmtuar seriozisht shëndetin tuaj të përgjithshëm. Çfarë është më e mira? Përzierja do t'ju ndihmojë të pastroni shtëpinë dhe më efektivisht se sa produktet të cilat gjenden në treg duke e bërë punën edhe më të lehtë. Dhe pasi ju të keni pastruar, shtëpia juaj do të mbushet me një aromë të mrekullueshme që me siguri do t'i bëjë fëmijët tuaj xheloz. Përgatitja është mjaft e thjeshtë dhe e lehtë dhe gjithçka që juve ju nevojitet është sodë buke, zbutës, 3 gota ujë, një shishe me tap i cili sprucon. Metoda e përgatitjes: së pari duhet që të ngrohni ujin. Ndërkohë, hidhni zbutësin e rrobave në shishen sprucuese dhe shtoni ujin pasi të jetë ngrohur. Shtoni sodë buke në fund dhe mbylleni atë. Tundeni mirë që të gjithë përbërësit të kombinohen dhe aromatiku juaj të jetë gati për përdorim. Mundet të pastroni shtëpinë siç bëni normalisht dhe më pas përkateni të gjithë shtëpinë me këtë përzierje. Hidheni në qoshe, në kuzhinë, në tualet, kudo. Siguroni që ta tundni shishen mirë para se ta përdorni dhe do të mbeteni të habitur nga intensiteti dhe aroma e pasur e përzierjes. Ky aromatik do ta bëjë shtëpinë tuaj të mbajë një erë të mahnitshme pa dëmtuar shëndetin tuaj apo shëndetin e familjes tuaj. Ju mund ta përdorni atë lirisht duke ditur se nuk ka rrezik në të. Tani më në fund mund të përdorni një freskues ajri sa herë që ju të dëshironi. Ne ju garantojmë që ju do të habiteni nga rezultatet. Si të pastroni të gjithë shtëpinë vetëm me përbërës natyral? Kur dëgjojmë të flitet për pastërtinë dhe për detergjent, shumë prej nesh nënkuptojmë pastërti. Mendojmë se solucionet dhe pluhurat larës mbajnë larg bakteret, por ajo që nuk e dim është se thuajse të gjitha produktet e pastrimit përmbajnë kimikate toksike të cilat ndotin ajrin dhe janë të dëmshme për shëndetin tonë. Procesi i pastrimit nuk mund të mendohet pa këto produkte, por e rëndësishme është i përdorim sa më rrallë këto të fundit. Nëse po pyesni veten se me çfarë do të pastronit, përgjigjen e gjeni tek produktet natyrale. Këtu ju do të mësoni disa truke që do t'ju bëjnë më të lehtë pastrimin e shtëpisë dhe do të reduktojnë ekspozimin e gjithë familjes ndaj kimikateve toksike. Kur dëgjojmë të flitet për detergjent, shumë prej nesh nënkuptojmë pastërti. Mendojmë se solucionet dhe pluhurat larës
mbajnë larg bakteret, por ajo që ne nuk e dim është se thuajse të gjitha produktet e pastrimit përmbajnë kimikate toksike të cilat ndotin ajrin e brendshëm dhe janë të dëmshme për shëndetin. Procesi i pastrimit nuk mund të mendohet pa këto produkte, por e rëndësishme është që t'i përdorim ato sa më rrallë të jetë e mundur. Në qoftë se po pyesni veten se me çfarë do të pastronit, përgjigjen e gjeni tek produktet natyrale. Heqja e njollave në pllakat e banjos. Përzini sot buke dhe uthull molle dhe pastroni pllakat të cilat janë veshur me një shtresë pa pastërtie. Lëreni për disa minuta përzierjen derisa të veprojë dhe më pas pastrojeni me një leckë të thatë. Pastrimi i xhamave dhe i pasqyrave. Shtoni një masë aromatike në 10 masa ujë dhe xhama do të pastrohen lehtësisht. Nëse nuk mundeni të gjeni dot amoniak, në pastruesin e xhamave shtoni 2 lugë alkool dhe rezultatet do të jenë shumë herë më të mira. Pastrimi i parketit të drurit. Shtoni 1/4 filxhan uthull në 1 litër ujë dhe dyshemeja juaj do të shkëlqejë si asnjëherë më parë. Dërrasa ku prihen perimet. Për të dezinfektuar dhe pastruar dërrasën duhet ta spërkatni me krip dhe lëng limoni. Lëreni për 10 minuta dhe më pas shpërlajini. Pastrimi i tapeteve. Për të pastruar qilimin dhe për të larguar aromat e pakëndshme, spërkatni pak sodë buke dhe miell mistri mbi tapet dhe lëreni për 15 minuta. Më pas, pastrojeni me fshesë me korrent. Kjo metodë do t'ju ndihmojë të hiqni papastërtitë dhe për të eliminuar aromat e pakëndshme në shtëpinë tuaj. Frigoriferin lajini me lëng limoni. Pastrimi i furrës. Miksoni së bashku gjysmë gote me ujë dhe 1 filxhan sodë buke. Përhapeni pastën në të gjithë sipërfaqen e sobës dhe lëreni për rreth 15 minuta. Zonat më të pista shpërlajini me uthull molle. Detergjent për xhamat. Për të pastruar dhe për t'u dhënë shkëlqim xhamave, mjafton të mbushni një sprutësues me ujë të ngrohtë dhe uthull të bardhë dhe të përdorni letër gazetash. Uthulla ka veti që eliminon yndyrat, heq papastërtitë dhe erërat e këqija si edhe dezinfekton. Detergjent enësh për larje me dorë apo pjatalarse. Për një detergjent që heq yndyrat dhe erërat e këqija të përshtatshme si për enët që lahen me dorë dhe si për ato me pjatalarse, mjafton të keni 3 limon, 400 ml ujë, 200 gram krip të trashë, 100 ml uthull verë të bardhë. Për përgatitjen, prijini limonët në 4 deri në 5 copa duke pasur kujdes të hiqni mirë të gjitha farat dhe grini në një mikser duke shtuar pak ujë dhe krip dhe zgjeni përbërjen për 10 minuta duke i shtuar pjesën e mbetur të ujit dhe uthullën. Grijeni opsionin përsëri përbërjen dhe hidheni në kavanoza qelçi kur është ende e ngrohtë derisa të krijohet vakum. Si përdoret? Ju duhen 2 lugë gjelle për pjatalarsen dhe sipas dëshirës për larjen me dorë. Kujdes, në larjen me pjatalarse mos përzini kurrë detergjentin e bërë vetë me të tjerë. Detergjent për të larë rrobat me dorë apo me lavatriçe. Është e thjeshtë që të prodhohet edhe një detergjent ekologjik pluhur për rrobat të cilat lahen me dorë apo edhe me lavatriçe. Përbërësit për këtë janë 1 filxhan çaj sodë buke, 1 filxhan çaj sodë për rrobat. Mos të ngatëroni me sodën kaustike. Ju duhen gjithashtu 2 filxhan çaj sapun rrobash. Gjysmë filxhani çaj nga kjo përbërje mjafton për një larje normale. Mirë po duhet të dini, nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.